Zgjedhjet lokale afrohen, për kushtet për pjesëmarrjen e kandidatëve të pavarur për kryetar komunësh dhe këshilltar mbeten të paqarta dhe në një zbrasirë juridike. Gjykata kushtetuese me 20 maj 2025 i shfuqizoi nenën 17 dhe 18 të kodit zgjedhor të miratuara në mars të vitit 2024, me të cilat u rrik pragu i nënshkrimeve të nevojshme për dorëzimin e listave të pavarura dhe e bën në 1% të trupit zgjedhor, duke qenë se dispozitat e vjetra nuk janë rikthyer në fuqi, mbetet e panjohur sipas cilave kushte kandidatët e pavarur do të mund të marrin pjesë në zgjedhje, gjë që përbën shkelje të drejtës kushtetuese për kandidim në funksione publike, e garantuar në nenën 23 të Kushtetutës. Kjo e drejtë gjithashtu është një nga vlerat themelore të rendit kushtetues të Maqedonisë së Veriut. Për këtë arsye kërkojmë që në kohë më të shkurtër dhe të mundshme të marrim një përgjigje nëse aktualisht është mundur të kandidohet me dorëzimin në një listë të pavarur. Apelojmë për sqarim dhe plotësim urgjent të zbrastirës juridike të krijuar. Nëse nevojitet ndryshime në kodin zgjedhor, kërkojmë që menjëherë të fillojë grupi i punës pranë Ministrisë së Drejtësisë, i cili do të propozojë në kuvend ndryshimet për plotësimin në kodin zgjedhor. Nëse listat e pavarura kërkojmë të vendoset si kusht maksimum 50 nënshkrime për të garuar në zgjedhje, të lejohet mbledhja e nënshkrimeve edhe në terren dhe jashtë zyrave të KSZ-s, si në vendet evropiane, të zgjatet periudha për mbledhjen e nënshkrimeve në 30 ditë, të lejohet që në emrin e listës mos të jetë emri i barcit, kurse të jetë emri i listës që do garoj, të sigurohet barazi mes të gjithë subjekteve politike në përcaktimin e renditjes së vetme të kandidatëve për zgjedhjet, si për president, si për deputet, si për anëtarë të Këshillit apo për kryetar komune, të zbatohet detyrimi ligjor për qasje në listën zgjedhore për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje, gjithashtu edhe si për kandidatët e pavarur, dhe të ndryshohet dispozita për qasjen në hapësirën mediatike dhe financimin e fushatës zgjedhore. Në përbërjen e kaluar parlamentare, ne kemi parë se pozita dhe opozita janë të flakë dhe kundërshtues ndërmjet vete për shumë çështje që kanë qenë jetike për çështjen e qytetarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut. Mirë, po kur vjen puna te cënimi i terrenit, ato u bën të gjithë bashkë dhe propozuan një ligj i cili na pengon neve për garim në zgjedhje. Është pa kuptim pse ndodh kjo, veçanërisht pasi që shteti ynë aspiron integrim në Unionin Evropian, kurse duke marrë parasysh ligjet në shtetet e Bashkimit Evropian, është të çuditshme pasi kjo nuk absolut, do të thonë, nuk përkon me ligjet tona, kështu që mund ta ceki. Për shembull në Austri dhe Belgjik kërkohen 200 deri në 500 nënshkrime, në Britani dhe në Finland vetëm 10 nënshkrime, në Gjermani 200, në Danimark 150, në Irland kërkohen 15 nënshkrime për zgjedhje komunale, kurse 60 për zgjedhje parlamentare, kurse në Francë nuk kërkohet as pak nënshkrime.